pëlqen shumë. Po që na ka marr malli jashtë mase për vendlinjen andja. Na ka marr malli shumë. Na ka marr malli. Megjithatë do fillojmë. Ju përshëndes të gjithëve nga zemra. Jemi sot këtu dhe kam një të ftuar shumë special. Dhe kam nderin ta prezantoj, po përpara se të shkoj tek kjo do të bëj një hyrje të shkurtër. Mos harroni, emri im Altin. Këtu jemi në 440 Boston podcast ose 520 si thuhet në shqip. Shkasin nga mora shkas për këtë episod që do kemi sot. Do jetë një episod shumë i bukur për të gjithë lebrit, por dhe jo vetëm për të gjithë kush na ndjekin në Shqipëri, në diasporë, këtu në Amerikë, për të gjithë bashkëkombësitan ku ndodhen, pasi do ta ndajmë këtë podcast me të gjithë ju kudo që ndodheni në përbot. U mor shkasi nga episodi që kishim, episodi 12-13, ky është episodi 15 që kishim me Rudinën, që e përshëndesim, dhe që është kryetare shoqatës Labëria, por dhe grupin Labëria që ishim me Julianin dhe me të gjithë çunat që e përmenda edhe te episodi shkuar. Aty e morëm shkasin pasi zotria na tërhoqi një çik veshin dhe më duket se edhe e meritonin. Por përpara kësaj t'ju jap një glimt. Ky është episodi 15, mos harroni, klikoni, do jetë shumë episodi bukur dhe e di siç ishte episodi me Rudinën dhe Julin dhe me grupin Labëria, do jetë dhe ky episod se do ketë shumë kurjeshtje. Jam i nderuar të kem këtu zotin Dilaver Lazaj. Të përshëndes zoti Dilaver. Është kënaqësi që ju kemi në podcast dhe do ju pyesja një çik për jetën tuaj. Bëj një prezantim të shkurtër, më fol pak për veten, tash si quhesh unë ju prezantova, po edhe nga cili fshat jeni. Unë quhem Dilaver Lazaj, jam nga Golemi i Kurveleshit, sot golem i Gjirokastrës. Jam rreth 70 vjeç, të shumtën e jetës time kam kaluar në Golem, deri në moshën 46 vjeçe kam qenë në Golem. Pastaj iku fshati dhe bashkë me fshatin ika dhe unë, mbasi vendi jonë ishte një vend i vështirë, binte të borë shumë në dimër. Nuk kishte rrugë të mira, nuk kishte shumë ujë dhe njerëzit u detyruan për kushte më të mira dhe u larguan në Golem. Çfarë viti thatë jeni rreth 70 vjeç? Po. Si ishte fëmijëria juaj në atë kohë? Fëmijëria ime deri në moshën 10 vjeçe ka qenë një fëmijë e mirë. Ishte e mirë sepse kisha edhe babain gjallë. Ne kemi qenë një familje e madhe. Në Golem kemi qenë një familje e madhe. Kemi arritur deri në 16 njerëz në një familje. Mbasi ne kemi qenë 9 motra e vëllezër. 3 vëllezër dhe 6 motra. 4 më kanë vdekur, 5 kemi ngelur të gjallë. 2 vëllezër dhe 2 motra më kanë vdekur. Me jetë qofshi. Dhe doja të thoshja që ta ndaj dhe me teleshikusin. Thosha që shkas për intervistën u bë gjithashtu edhe se ju shkruani për grupin Labëria dhe çunat kur ishin këtu, piles një këngë nga ato që çunat kënduan, Juli me gjithë grupin, me Geni, kush ishte Xhezairi, Nevioli, Dritani, kënduan këngën e Mërgimit. Kurbetliut, gjithmonë ngatroj nga të Kurbetliu me Mërgimin. Po e kënduan dhe jam shumë i kënaqur, vajti shumë mirë. Unë jam marrë me shkrime, po thuaj që në rinin time, kam shkruar te gazeta Rinia, kam shkruar te gazeta Pararoja, pastaj një farë kohë u ndërpreva sepse atëherë ishin gjërat diktuara, duhet të shkruaje çfarë donte partia. Dhe unë nuk e doja një diçka të tillë dhe jam ndërprerë. Dhe kam filluar nga shkrimet mbas vitit 2000, pothuajse.
Pas vitit 2000. Fillove prap. Fillova, u qetësova pak në familje, u stabilizova me familje në Saran dhe fillova përsëri nga shkrimet. Kam nxjerrë 3 libra Si që me folëm. poezi, 2 me poezi dhe një është autobiografia e familjes tonë. Komplet tema e familjes tonë, ndërsa një poezi, libri i parë që kam nxjerrë është Mall që vjek. Dhe libri me poezi i dyti është Tinguj që trokasin let. Ja, do të flasim edhe për librin që pak më vonë edhe do kisha shumë dëshirë të lexonje një diçka nga libri. Kam vazhduar edhe shkruaj, kam gati librin e 3 për botim, bile kam shumë poezi. Po librin si që folëm dhe që parë, po kam dëshirë të ndajmë dhe me shikusin, nuk e ke nxjerrë në kopjo të mëdhaja për shitje, ke nxjerrë vetëm për miqe, për shokë. Dhe kushdo që ma ka kërkuar, unë çdo libër e kam dhënë palek, falas. Dhe çdo libër që të nxjerr, unë nuk nxjerr libra për fitim. Për fitim vetëm. Çdo lloj libri që të nxjerr, unë do ta nxjerr në këtë formë, palek, falas. Shumë fisnike, për të patur zili. Çdo libër që të nxjerr, derisa të jem gjallë, unë do mundohem që... Do kthehemi prapë te libri, po doja të pyesja çik për pozitën gjeografike të Labërisë. Labëria është një fjalë e madhe. Që të flasësh për Labërinë duhet të kesh njohuri shumë. Po të mos futemi tek historia e Labërisë, unë dua të përqendrohemi vetëm me pjesën që kam jetuar unë në Labëri. Po. Ndonjëherë tjetër, nëse do kemi kohë, edhe për historinë aq sa njohëm, po pse jo, me gjithë dëshirë mundet të flasim, të futemi më. Tashinaj, Labëria ka disa kufi që quhet Labëri, sepse nuk mund të quajmë Labëri të gjithë ata që këndojnë lapçe. Se për shembull këndon edhe Mallakastra lapçe, po nuk është Labëri. Këndon edhe Maleshova nëpërmet, këndojnë lapçe, këndon edhe Zagoria, këndon edhe Lunxhëria. Nuk janë Labëri. Dhe kufit e saktë të Labërisë me gjeografi do ta filloj nga Vlora, meqense Vlora është edhe më qendra e Labërisë. Rrjedhja, atje ku derdhet Vjosa në Vlorë, aty është kufiri i Labërisë me pjesën tjetër të Mallakastrës. Ku derdhet në Vlorë te kur emi folit? Te ura emi folit që Vjosa derdhet. Me sa kujtoj se ne kur kalonim urin e Fimit Folit, kalonim Levanin, që kalonim për te urin e Folit, thoshim u futëm në Vlorë. Në Labëri. Aty futesh në Labëri. Dhe vazhdon lumin e Vjosës. Komplet rrjedhja e lumit Vjosës deri në Dragot, te ujët e ftohtë në Tepelen. Gjithmonë rrjedhja e Vjosës. Krahu i djathtë, duke ikur nga Vlora, krahu i djathtë quhet Labëri. Vazhdojmë Drinon, degën e Drinos. Degën e Drinos deri në Lazrat. Edhe Lazrati quhet Labëri. Edhe Gjirokastra quhet Labëri. Në Lazrat është një përrua që ndahet Lazrati, është një zallë, një përrua që ndahet Lazrati me Derviciani. Aty është kufiri midis Dropullit dhe Labërisë. Del në qaftë Sopotit dhe zbret në Delvin. Në Delvin, kufiri pastaj ka qenë nga Delvina në qaftë Hamallojit, i thoshin, në Saran, midis Sarandës dhe Nivicbugari. Tashti është futur edhe Saranda, sepse Saranda është e mbushur me më shumë. Sa gjë e bukur dhe një sqarim perfekt. Kur kap edhe Delvinën. Delvina është Labëri, gjithë rrezona është Labëri. Bile Delvina ka qenë që nga kohët e lashta ka qenë qendra e Labërisë. Qendra e Labërisë. Qendra e Labërisë dhe në Delvin ka qenë qendra e tregut gjasgjallë të bagëtive, po edhe e prodhimeve bujqësore. Sepse Vurgu prodhonte prodhime bujqësore, i sillte në Delvin shiste, ndërsa Labëria lart kishte shumë blegtori, sillte bagëti për të shitur dhe aty bëhet treg shumë i madh në Delvin. Kështu që Delvina është njohur në pjesën mbas Malit Gjerë, është njohur Delvina si kazaja ose qyteti më i madh.
Saranda është krijuar shumë vonë. Saranda është Je krijuar. që folëm dhe dje kur ishim në kafe. Po, Prandaj them gjithmonë e diskutoj dhe me shok me ajo është gjëja më e bukur kur ulesh në kafe dhe je pa kamera pa gjë bëhet një të kënaq shpirtin, një bisedë. Prandaj përpiqem gjithmonë të kemi një bisedë sa më të ëmbël. Dua ta imitoj atë që ndodh në kafene ato. Saranda është futur në labri mbas viteve 44-45, domethënë mbas çlirimit, sepse ka qenë rreth 3-4 kilometra më jashtë Sarandës Kufiri. Qaf Hamallojt edhe zbresje poshtë në Kakomen, gjirin e Kakomen. Pjesa e bregut të detit quhet labri. Tashi duhet të sqarojmë, ky rreth është Kufiri i Labris. Kjo pjesë që është brenda këtij hati Saj që përshkrove. Kjo quhet labri. Tashi kemi disa zona që e pëlqejnë dhe e thonë me krenari jemi lebër. Po. Jam nga labria. Mirë po kemi edhe disa zona, disa fshatra që kanë ndikuar fet, kanë ndikuar të huajt për të përçarve, nuk e kanë shumë qejf që të thonë jemi lebëri. Dhe kjo pjesë e këtij rrethi më tepër është bregu i detit. Bregu i detit se kanë kur thua bregun e nuk e kanë me kur thon bregu i detit thon që nga Nivic, Shevasi, Pëqerras, Lukov, as Lukova janë kështu të si të lëkundur. Qeparo, Kullës me përjashtim në këto fshatra thot me krenari Piluri. Piluri e pranon që jemi lebër, ka bërë mrekullira nëpërmjet këngëve dhe nëpërmjet për Pilurin kam dëgjuar. Dhe nëpërmjet atyre këngëve duhet të krenohet gjithë. Duhet krenohet gjithë labëria. Prandaj është gjë e bukur dhe krijimi. Këto janë kufit. Këto janë kufit. Prandaj që ti vë pikën këtij muhabeti, prandaj gjithmonë kam pas dëshirë, mua më pëlqen kur bëj podcast vetëm. Por kënaqësinë më të madhe e kam kur kam të ftuar, se qëllimi im personal kur krijova këtë podcast ishte se dua të marr sa më shumë njohuri vetë për veten time, dua të thith sa më shumë. Prandaj më pëlqen jashtë mase. Në kësaj që bëjmë bashkë, unë dua që t'jap ato që janë të vërteta tek labria, me qëllim që edhe kush na dëgjoj prandaj jemi ulur. Këto janë kufit e vërtet labris janë këto, që të thash unë ty. Ishim tek u fute pak, 1 minutë më përpara u fute edhe tek feja. Dhe doja të pyesja nga lashtësia për kanunin e labërisë dhe fen kristiane në labëri. Më fal të pres se ishim me pikturën, i kam postuar pikturën që kishim në kanunin e labërisë kur ishim në koncert para 2 javësh në koncertin e festivalit Ustër Shqiptar. Bilema që ra rasti, unë u falënderoj për atë tablo që më datë për kanunin e labërisë. E kam vendosur aty në shtëpi. Labëria deri në vitet 1700 vjeçar ka qenë e krishterë, komplet labëria. Rreth viteve 1700 apo pak më para nga 1700 filluan reprezaljet turke për ta kthyer labërinë në muslimane. Po. Dhe jo vetëm me reprezalje, por edhe me dhurata. Si ishin dhuratat? Ata kapnin krerët e fshatrave, krerët e qyteteve, u jepnin bakshishe, u jepnin toka. Që t'i ktheni të konvertoheshin. I gradonin oficera, që të ktheheshin të parët kokat. Duke u kthyer të parët kokat, dhe ata që bënin ligjin në këto vende, atëherë thoshte ai tjetri, po kur u kthye ai, po unë, pse jo? Mirë po, kishte arritur deri aty turku sa thoshte që edhe qumësh dele jepopive, është i nëmur nga Zoti, po ishe i krishterë. Dhe detyrimisht njerëzit ishin edhe pa shkollë, edhe pa kulturë, dhe thoshin që na nëm Zoti, prandaj ne duhet të kthehemi. Dhe shumë njerëz. Ne kemi parë dhe në shumë filma të vjetër të kohës. Atëherë që shumë njerëz u detyruan dhe u kthyen, ama në fshatrat tona ekzistojnë vende që thomi tek kisha.
sepse ka qenë ka pa Po, kisha, po, dhe po, thoni po, po. tek kisha, pavarësisht që ato janë rënuar, kanë rënë, po themi tek kisha. Sidomos di në fshatrat e Kurveleshit, në çdo vend thoni tek kisha. Po, po. Kështu që kjo ka qenë feja e Labris, ka qenë kristianizmi. Më vonë u kthyem në musliman, por ka edhe pjesë të Labris që kanë ngelur të Krishtera. Kanë ngelur të Krishtera jo pse ishin më të aftë dhe më të zotë, për shembull nga Kurveleshja, apo nga pjesa tjetër e Labris, si lumi i Vlorës, për shembull, që sepse kanë dalë shumë koka, kanë dalë shumë trima nga këto zona, nga Kurveleshja dhe nga lumi i Vlorës. Nga gjithë Labria Nga ka, gjithë Labria. nuk dua që të përjashtoj ndonjë zonë, po sidomos këto dy zona, Kurveleshi dhe lumi i Vlorës, kanë nxjerrë shumë trima, kanë nxjerrë shumë, po nuk donte vetë turku që të bënte shumë rezistencë te këto fshatra, mbasi ishin fshatra pak më të buta. Dhe ai duaj që ta fillonte nga ku ishin vendet më të ashpra, të kthente ata se këta të miti kanë. Të këta kur të dua. I kthej kollajun këta, kupton? Dhe kështu një pjesë, për shembull Bregu i Detit, ka ngelur i Krishterë, po jo se bëri më rezistencë karshi turkut nga zonat e tjera. Ishte një zonë që vetë turku nuk bëri shumë rezistencë për t'i kthyer në të Krishterë. Po për kanunin. Për kanunin e... Kanuni është bërë... Që ka pas më falë se të pres, ka pas në një gjithë ngjashme me kanunin e Ashtu veriut? si Çkundër Veriu bëri kanunin e Lek Kanë qenë në një kohë, apo kanë afërsisht kanë qenë në të njëjtën kohë. Bile, kanuni i Labris mund të jetë edhe më i lashtë nga kanuni i Lek Dukagjinit. Do me thënë i hedhur në libër, apo i hedhur, do me thënë që ka qenë si që flite i e bëhe, që ka qenë gojdhëna apo në si ta... Jo, nuk është gojdhën, janë të hedhura në libra me... Më përpara nga i... Si që janë tashti nenet, statutet, ka qenë i gjithë... Okej, se e pash në libër, në portretin që ishte... Po, gjithmonë ka qenë i shkruar në atë shkrim që dihej atëherë, sepse nuk dihej shkrimi shqip, nuk kishte gërma shqip në atë kohë që është bërë kanuni. Po. Dhe janë mbledhur nga krerët e të gjitha fshatrave, të gjithë Labris, janë mbledhur në fshatin Zhulat. Në Zhulat, kemi njerëz në Zhulat. Në Taronin quhet vendi, atje është një rap shumë i madh. Në hijen e këtij rapi, Petro Zhulati, do thënë dihet që në kohën e Krishtërimit, Petro Zhulati, ishte nismëtari i këtij grupimi, i mbledhjes së këtyre njerëzve, dhe kanë qëndruar 7 ditë dhe net pa fjetur. Po rapi që është, më falë se të presë, rapi mbaj mend, rapi që është në Zhulat, është akoma kësaj... Rapi që është në fshat, në Zhulat është tharë dhe ky rap është bërë busti i Petro Zhulati. Pjesa e fundit e rapit është bërë dhe bile një fshatar Joni e ka dhëndur atë dhe ka bërë portretin e Petro Zhulati. Ndërsa Taronina është përballë Zhulatit në qafë, që kalon edhe për Fushbak, edhe ke dhe Zhulatin Kashi. Aty është një rap tjetër madh, dhe këtu në hijet të këtij rapit u mblodhen nga gjithë Labria, që bën kanunin e Labris dhe zakonet e Labris. Dhe në një nga këta zakone që ishte, do të thënë, një ligj ta quajmë me gjuhën e sotme, ishte hakmarrja. Mos kishte hakmarrje. Kishte pleqësi. Pleqësia të vendoste se duhej vrar, duhej marr hak apo s'duhej marr hak. Dhe më tepër në këtë kanun u vendos që ai fajtori që të faktohet nga pleqësia e krahinës. Sepse Labria ndahej në disa krahina, më vete. Për shembull, ishte Rrëzoma në Delvin, ishte një krahinë në vete. Lidheshin kryeplejt apo njerëzit e mençur me influencë të gjithë Rrëzomës. Ishte Bregu i Detit në krahun tjetër, mblidheshin himar të gjithë kjo pjesë. Ishte Kurveleshi, mblidhej pleqësia, njerëzit e zgjuar të Kurveleshit. Ishte lumi i Vlorës, mblidhej dhe kështu që ka qenë në disa zone, ose Lopsi nga krahu tjetër. Dhamlanet që janë këto fshatra këteja, kishin pleqësinë e tyre.
Si vendoste kjo pleqësi, ashtu do veprohet. Po më tepër bëhet që personi që caktohej fajtor të largohej nga ai fshat, po jo vetëm nga ai fshat, por të largohej komplet nga labria, me qëllim që të mos kishte vrasje. Mos kishte vrasje. Të mos kishte vrasje. U vranja po Sido që t'jetë një një dënim do ta marrësh. Po, ky ishte dënimi që nuk bëhej më me gjak, të mos kishte më gjak. Ishte e rëndë ajo për këtë në atë kohë, që një Për kjo atë ishte shumë e rëndë, se ishte merri shumë e natyrshëm pyetja, ishte e rëndë për këtë individ që Për këtë individ që largohej, largohej linte nga vendin e labëria tij. që linde vendin e dhe tij. vinte në një vend tjetër, edhe na ai vendi që vinte ai merrej vesh pse erdhi ky person. Ishte me damk. Po, dhe atje ku vinte ai ishte i damkosur. Plus që nga vendi i tij linte njerëz Nga të vendi i tij, tij linte linte- shtëpi, linte katandi, sepse Kurveleshin dhe Labrin e ka prishur lufta e Grekut në 1914. Deri në këto momente, në sundimin turk ishin, po Labria e gjithë merrej më tepër me blegtori dhe me ullinje, me ullishte, me portokalla, me limon, po, agrume. dhe nuk kanë qenë shumë keq nga gjendja ekonomike. Do të thënë vetëm fshati im ka arritur deri në 84.000 krerë bagti, një fshat. Nuk ishte se i mante fshati këto, po vinin një javë sa hidhnin në Bulmet për dimrin në fshat, dhe pastaj iknin malet Korçës, malet Pogradecit, iknin i Veroni në Maçka. Në Maçka ne shikojmë dhe nena, po doja ku largoheshi ky që bënte dëmin në fshat, që mblidhej fshatarësia edhe të gjithë paria e fshatit për ta vetëm individin, jo familjen, largoni familjen komplete. Komplet familje. Familjen e tij me t'jat, me atje, me qa ishin si fëmijë në qa kishte ai shtëpi, në shtëpi, largoj. ndoshta edhe me vëllezër, nëse kishte Nëse ishin dhe ishin brenda në një. Ai personi që i që vrarë njeri, e mirë të hakën tek vëllezërit e tij. Edhe kështu që iknin, kishte raste që iknin si vëllezëri. iknin Nëse nuk i falte personi. Po. Ta largojmë pak nga kjo vëmendje, po për fejesat, zakonet, fejesat, martesat, dasmat, si te vajza, si tek djali, si kanë qenë në Para se labëri. sa të vij aty, do që ndroj dhe qik këtu tek kamja, tek pasuria E labërisë. këtyre zonave, kupton. Këndohet një këngë në Kurvelesh, o Kurveleshi me derte, qysh duron për ato lezete, për ato odat me qelqe. Kupton, do me thënë që para 1914-ës, i gjithë Kurveleshi dhe shumica e pjesës labërisë ishte me shtëpi 2 katëshe, 3 katëshe, dhe qelqe usoshin dritareve që ishin me xhame, me qelqe. Do me thënë përdornin xham Që në atë kohë, prandaj i thoshin me qelqe, se tregonte e lukse, pastaj tregonte që ishin të kamur. Ardhja e Grekut, lufta e parë botërore dhe ardhja e Grekut e dogji labërin, e dogji sidomos Kurveleshin, sepse Kurveleshi u mobilizua i gjithë dhe dolin në cepo te Urekardiki, në cepo te Kunaski, ndohet edhe këngë. E pritën që aty me luftë, po ata ishin një shtet i organizuar me ushtri, tu dilnin vetëm qeta nga fshatrat. Dhe nuk mund t'i përballohej një ushtri me njerëz, me individ që mblidheshin. Dhe aq më tepër i kishin familjet në përfshatra, që në Picar, për shembull në Kolonjë, në Golem, në Progonatën, dhe u kthyen, hoqën familjet dhe i sollën në Vlorë, në ullishet të Vlorës, sollën familjet e tyre, një pjesë në këto fshatrat rreth Drashovicës që ndruan aty, dhe u kthyen përsëri të organizuar dhe luftuan kundra Grekut derisa Grekun e thyen. Në 1916 dhe në ngelën përsëri të lirë, por edhe me ndihmën e forcave të jashtme. Na kanë ndihmuar sidomos austro-hungarezët. Austro-hungarezët që ne mbajtëm kufit e 1913. E mbaj mend se e kam parë atë filmin. Tash më pyete për të pyeta si kanë qenë zakonet për dasmat, fejesat, po jo vetëm, po dhe në vajtime. Labëria ka zakone nga anë e djalit, nga anë e vajzës. Ka zakone të shkëlqyera.
zakone të ralla që ndoshta nuk I kanë silabëria të gjitha zonat e tjera. Dasma e djalit fillonte një javë para. Fillonte që ditën e hënë në darkë. Kemi pasur edhe ne, mbaj mend gjyshi. Mblidheshin gjithë të afërmit dhe fillonin këngën. Që të hënën që dasma do ishte të diel. Dhe vazhdonte kënga, duke kaluar ditët, duke ardhur edhe njerëz të tjerë pak më të largët. Sa meri, se të merte dhe qiko. Deri të pramte në darkë. Ndërsa të shtunën në mëngjes, bëhej një grup të rinj, vajza dhe djem, 20 veta, 25 veta, apo 30 veta, kishe apo s'kishe dru, po edhe sikur t'kishe dru, do vinin në pyll, ngrinin flamur, barak u thoshin ne atëhere, ose u thoshin të parët, të bukur, me shamit bukura dhe I vendosin kështu në dru, kryq kështu, edhe vinin me barak, me këngë, niseshin me këngë, vejnë në pyll, bënin dru të thata për të pjekur mishra. Piqeshin shumë mishra. Dhe ktheheshin rreth orës 12:01 përsëri me këngë, vinin nga pylli, përsëri me këngë, dhe kur vinin në fund të fshatit, dilnin edhe pjesa tjetër e familjarëve, ishte një gjëra shumë e këndshme, madhështore, gjë e bukur. Shumë e bukur. Kjo ishte dita e shtunë. Të shtunën darkë, pastaj bëhej darkë, të dielën bëhej drek përsëri, në qoftë se nusja vajza ishte në fshat, rreth orës 3 mbas dite, apo 4 mbas dite, se zakonisht dasmat janë bërë në periudhën e verës. Ose vjeshtës. Të bëj sa më kollaj për të gjithë që vinin e. Ishte koha e mirë. Ishte koha e mirë. Edhe në verë ishin të gjithë njerëzit aty, ndërsa në dimër iknin me Bagdin, Saran, dilin për zona më të ngrota. Dhe në Fier vinin shumë. Edhe dasmat bëheshin në këtë periudhë, sidomos nga mezi I qershorit deri në mes të tetorit. Ndërsa të vajzës, e nisin këngën Tanjte. Këtu si shpjegohet nga idealit të hënën? Sepse ishte gas më I madh për djalin se sa për vajzën. Se kështu ishte mentaliteti. Kur lindte një djalë, për shembull, qohonin me armë, sepse lindte një djalë në këtë shtëpi, ndërsa kur lindte një vajzë, varin pak të rinjtë. Edhe kështu, edhe dasma fillonte Tanjte. Unë jam një ata që I kam varur turin, kur më lindi vajza, po u bëra pishmën më mbrapa. Ky ka qenë një koncept yni, po I gabuar. Nuk I gabuar është, nuk e di pse. Dhe në qoftë se vajza jepej në fshat, dasma e vajzës bëhej të dielën në drek. Fillonte nga ora 9-10 deri nga ora 3 apo 4 që vinin krushit dhe mirën. Në qoftë se vajza ishte në fqinj, dasma bëhej të shtunën në darkë e vajzës. Dhe vinin krushit për ta marrë. Ta supozojmë ne iknin nga Golënia, kishim nuse në Kuq. Niseshin në mëngjes, nga ora 9-10 vejnë në Kuq, do 2 orë që të vesh në Kuq, mirrin nuse, me kafsh, me kuaj, sa do thoshja me kuaj, stolisnin që e merrin vesh, që është karvani po edhe për të marrë, me rrugica të bukura, tantellara, edhe kapistrat e zbukuronin mirë dhe vinin mirë në jewelry me kështu me. Vejnë me këngë, ktheheshin me këngë. Ishin gjëra shumë të bukura. Për kohën, po edhe për kohën e sotshme për shembull sikur. Po edhe për kohën e sotshme, jo vetëm për dasma e djalit vazhdonte edhe të hënën. Mbas të dielës mblidheshin të gjithë ata që shërbenin, të gjithë ata që kishin qenë në shërbim, dhe ftoheshin edhe njerëzit e vajzës. Mund vinin 7, mund vinin 8, mund vinin 6, mund vinin 10 nga të vajzë dhe bëhej drek për pastaj filluan u ngrit çika I numri se mos I ngelet qefi I këtij ose se po ftove këtë. U bë që vinin natën e dasmës, shoqëronin vajzën disa të tjerë. Ndërsa më përpara bëhej kjo, po bëhej ditën e hënë. Kjo ishte dasma labe, me këngë shumë të bukura, me këngë u
ku këndoheshin trimave, po zakonisht në dasma kur veje marrje nusen, këndoheshin këngë lirike, jo epike. Ndërsa në dasma këndoheshin këngë epike. Këngë epike. A ka do bëja një pyetje, a kishte ndonjë zakon që sot nuk bëhet për shembull? Okej, kjo e gjitha që përshkrove ti me pak fjalë. Kjo që përshkrova unë nuk bëhet. Nuk bëhet më, e ke vësur. Nuk bëhet më. Gjithë kjo që përshkrova unë nuk bëhet më. Jemi civilizuar, mblidhemi në një lokal, tashina shumë rrallë këndohet në dasma, shumë rrallë këndohet latçe në dasma. Fillon orkestra edhe nuk ka më këngë. Më shumë këndohet këtu dhe tek ajo që mblodhëm dhe në Harvard edhe që vajtëm tek darka pasaj, nuk pushoni, Ka ndonjë histori, ndonjë tregim? Ndërsa çfarë ka që nuk ekziston sot? Po. Më pyet edhe për vajtimi. Pyeta për vajtimin dhe bravo, që edhe vajtimi në Labëri ka qenë një gjë që do thuash po vajtimi i keq është, i keq, po nga njëherë edhe keqja është e domosdoshme. Kur vdiste një njeri i ri nga familja, për shembull vdiste vllai apo motra, apo nëna apo babai të ri, kupton apo jo, kishte gra labe, mbi poete, vajtonin me ligje që nuk kishte burr të përmbante dot lotët. E ku ka më gra sot? Të shikoj dhe tani që po flet u preke. Po, që të qanë në mënyrë të asaj natyre. Ku ka gra sot? Tashti nuk qanë më njeri. Po, do thua po qa fitoje ti? Ore, të letësohet shpirti kur digjoje që i thoheshin, sepse ai vajtimi që bënte ajo gruaja, ajo ishte një nekrologji për atë personin që ikte. Po mbi nekrologjit që bëhen sot që lexohen në karta. Qa dua të them, e di qa ishim në një varrim, njeriu jon kishte vdekur moshe madhe, do ketë një 2 vjet, 3 vjet, ishte po ring matan Bostonit, nuk dua t'i zë me emra tani, po qa na bëri përshtypje, qa na bëri përshtypje, vjeri i motrës time, njerëzit tanë, e ke parasysh e kishte lënë lab tem babaden dhe ai e kishte lënë me kështu dua, kishte thënë që do këndoni, nuk do mbani vaj. Vdiqte moshe madhe, te 90-at, e ke parasysh kur i themi ne, kishte ngrënë jetën, ishte në atë të timen, tha, në varrimin dhe në kur të bëni këto që bëhet wake-et, këndoni kënglabe dhe u vuma një tofoni me kënglabe, në mos gaboj, mos ka qenë 2 lege në një derë, nuk e di mos gaboj. Nëse në këto raste mund të gjesh ka këngë epike që këndohen. Dua kështu këngë gazi, tha, këngë labe, më vini një. Këngë që mund ta këndosh edhe të të therë prapë në shpirt. Po me qenë se ma solle në shtek, Fanoli i madh, e ka lënë edhe ai testament të shkruar, kur të vdes, më përcillni me një këngë labe. S'kam bugja, edhe ajo, kjo që përmenda, diçka, mos gaboj për këngë, nuk e di qa këngë. Ndërsa Fanoli nuk ishte labe. Ai tha, ka që vlerëson të këngë labe, sa kur të vdes të më përcillni. Unë atë ja u përmenda dhe çunave, ta përmend me Dilaverin, thash, mos ta përmend, po kam qenë, shikoj, kënga labe, kjo që më ka pëlqyer mua kur i thira mendjes, ja u thash dhe çunave dhe Rudinës, ajo Zeneli me të velqion, që thash, Zeneli me të velqion është marrë, unë kam qenë në Shqipëri në atë kohë, dhe është bërë reklama e leshit me këngën e Zenelit, është bërë reklama në Itali, e leshit pur lana, do më në cilësia me lartë e leshit të bagtive që prodhoni reklama në Itali dhe dilte në çdo stacion të kanalit 5, Rete 1, që ishin Rete 4, njëshit, dilte reklama me Zeneli, me... Kur i thira mëdhës, po të vinë, ku larguan çunat, ulëm që po bërim, fillojnë shakat e qyfyret, aty më kujtua, dhe i thash në Violit, ka qenë se po më kujtohet, tash ti, thash, ka qenë tek Zeneli me televizion, ka qenë në reklamat, janë dëgjohen dhe në Itali, kishin bërë çudi edhe kërkuan këngë labe për commercialin, për atë që kishin bërë në atë, në reklamën e tyre.
si duat ma krahasosh, si e shikon ti pak a shumë e nxore, po si e shikon ndryshimin mes jetës sot dhe jetës në kohën tënde? Ti pak a shumë fole në fillim, po. Ka ndryshim, ka shumë ndryshim. Për shembull në kulmin e moshës time, qoftë rinore, qoftë burrërore, Po. nuk kishte kamje të madhe nga ana e pasurisë, nuk ishin të pasur, pothuajse të gjithë me të gjithë ishin pothuajse të gjithë të gjithandej, pasur, me nga një rrogë të ulët, apo kush punonte në kooperativë me pothuajse me mëditje, ishin 900 lekë për ditë pune, 30 lekë për ditë pune, po ishin të gjithë njerëzit një lloj. Po cila ishte e mira, pse ai grupimi i njerëzve, ai bashkimi i njerëzve, ai të mbante, edhe pse ishe fukara, ai të mbante të qeshur, ai të mbante të gëzuar, ai të mbante shumë të afruar me njëri tjetrin. Kishte një dashuri më të... E që dua unë pasurinë përpara atij bashkimi që ishim në atëherë me gjithë njerëzit tanë, atë sinqeritet, atë dashuri, kupton, të çiltër. Ku e gjë, kam të ha, po nuk më hyn në punë të futem vetëm atje e të ha bukë të ngopen, që dua më mirë dhe të më vinte pakurim, po të ishim bashkë. Më shijon me... Po për rinin e sotme, çfarë mendimi ke për rinin e sotme? Rinia e sotme, unë për shembull që jam në këtë moshë, nga sjellja e rinisë së sotme, nuk jam i kënaqur. Ka drejtime që jam shumë i kënaqur, po në disa drejtime nuk jam shumë i kënaqur. Jo shumë i kënaqur, po nuk jam i kënaqur. Është një civilizim i tepëruar që nuk i shërben moralit të njeriut. Me këtë jam dakord. Nuk është e moralshme dhe që në kam i civilizuar që unë të dalë 70% i zhveshur. Me këtë jam shumë dakord. Nuk e di. Jetojmë në 2025-ën ne, çfarë thua ti? Pse duhet ta quaj civilizimun atë kur mua Zoti ka krijuar rroba. Pse i ka krijuar rroba? Që të vishet njeriu. Edhe vishu. Tash unë nuk të them vishu me çitiane siç visheshin labet e para. Po. Ka veshje shumë të bukura, ka veshje shumë normale që ti jesh njeri, deri në gjuhë të paktën. Po hajde 2-3 gisht me i gjuhë, po jo fare. Po jo fare. Nuk e di të shikojnë me një kështu, thot qa thot ky, thot smer fare nga dynjaja, ka ikur na... Na bëjnë budallej sepse s'jemi bashkohor. 2025-a. Po herë 2025-a. Po nuk është problemi se unë nuk jam bashkohor, është problemi sepse nuk më pëlqen, nuk është diçka e mirë. Po çfarë më pëlqen tek disa të rinj? Më pëlqen që nuk e hedhin poshtë këngën lave. Ka shumë grupe dhe pothuajse çdo fshat përsëri në Labëri, çdo fshat i Labërisë e ka grupin e këngës lave. Më mirë akoma, këndohet më fort akoma, më lirshëm. Ajo është sepse në ato vitet atëherë këndohej vetëm për partinë. Tash këndohet për lulen, këndohet për gjethen, këndohet për malin, këndohet për trimin. Këngën e bukur dhe kënga e bukur që kënduan çunat. Me që erdhëm te kjo, doja të më flisje një çik për shoqatën Labëria këtu në Boston. Për shoqatën Labëria që u krijua këtu në Boston, për mua ka qenë një sihariq shumë i madh. E kam krahasuar krijimin e shoqatës Labëria këtu në Boston baras me incizimin e këngëve të Neço Mukës që iku nga Himara, mori një grup lab dhe i solli në Paris. Incizoi, bëri pllaka gramofoni dhe aty u përhap të parë. Vajti në Paris? Po, në Paris vajti incizoi sepse nuk kishte në asnjë vend. Sepse ai ka vajtur nga para vitit 1912. Duket se mazun çik çunat me gojë, më duket në avioni, më duket mazuri. Para 12 s'ka vajt, ka sjell ato vashe valave, ca këngë shumë të bukura, kupton labe, i bëri pllak gramofoni. Mirë, po aty u njoh kënga labe, se kush e njihte këngën labe, vetëm pjesa labe. Më kujtua, më tha në avioni, më tha, ata u bën kur e shtartë, tha qa ka ky personi në gojë që mban këtë ison e këtë, kështu kujtonin se kishte ndonjë diçka, se mos ja drithe, këtu dhe bënte zërin që bëhesin tërë ato zëra dhe dilte një melodi, dilte një muzikë aty, ma ta nuk e besonin që këta njerëz, këta 6 apo 7 burra që këndonin apo burra e gra që këndonin, të mos kishin gjë në gryp dhe i kontrollonin se mos kanë diçka në gryp.
Pastaj u thanë më fal. Dhe krijimi i shoqatës Yes. Labria në Po. Boston, unë e krahasoj me të njëjtin S'ka veprim gjë që ka bërë ai. që ka bërë. S'ka gjë më të madhe, më të bukur, më patriotike. Shumë vlerësim i madh. Më Shumë patriotike vlerësim i nga madh. krijimi i shoqatës Labria këtu në Boston. U krijua këtu në Boston, po kjo shoqatë është për gjithë Amerikën, për të gjithë labët që janë në Amerikë, për të gjithë shqiptarët që janë në Amerikë. Po, pa diskutim. Sepse ne sa është Shqipëria? Pavarësisht që ne jemi darë rrypa, po ne jemi shumë e vogël, si vend jemi shumë i vogël. Po. Në qoftë se krijohet kjo shoqatë, nuk i shërben vetëm Labrisë, po shërben të gjithë shqiptarëve, u shërben të gjithë kosovarëve dhe shqiptarëve që janë në Maqedoni edhe shqiptarëve që janë në Maltëzi. Po. Sepse nëpërmjet kësaj shoqate do flitet për Shqipërinë, do diskutohet për Shqipërinë, do problemet që ka Shqipëria. Diskutojnë me njëri tjetrin me gjitha. Po unë për shembull kam bërë shumë këngë që flas për ushtrinë e Kosovës, për ushtrinë çlirimtare për UÇK-n e Kosovës, për heronjtë të Kosovës. Ja pra që nuk që kam vetëm labë, nuk është po vetëm që kam shqiptar gjithë shqiptar, tamam. Dhe kjo shoqat që është si një poshtë, tash që ndofta dhe s'është ngritur në këmbë akoma, do ndihem nga të gjithë. Kudo ku ka lebër, kudo ku ka shqiptar, në bazë të mundësive të tyre, kupton apo jo, se që ta mbarë shoqatën do edhe diçka lek, sepse nuk bëhet shoqata me telefon. Sa do të pakta të jenë financimet, po kur bëhemi bashkë të gjithë. Po të gjithë njerëzit janë nëpër punëra, i detyron puna nuk i lë ai personi që i ka marrë në punë që t'i ki nga puna, kështu që edhe ai do pak pagesë që t'jetojnë. Mirë, po nëse nuk do ta ndihmojmë shoqatën të gjithë nga pak, shoqata gradualisht të vlerësohet, të shkrihet. Po shkriu shoqata nuk njihet Labria. Bravo i nëpërmjet qoftë edhe shoqatës Labria njihet e njeh Amerika. Ja, të lutem unë, të them, kishte dëgjuar ndonjëherë Boston i këngë lapç? No, me jetëve dhe plus që ishim në tek më fal që të pres mbaj mend atë po më erdhi mendimi ose një ashtu dua ta them patjetër se harroj. Kur ishim në Harvard me Rudinën kur po flisja, bravo i qoftë që për Rudinën dhe çunave për mundimin edhe për sakrificat që bëjmë. Kur ishim atje, shikojan për korridore, pyeta dhe Rudinën. Po këta tha ajo, vinë kanë dhënë dhe donacione, nuk janë të korridoreve të Harvardit që kalojnë aty të hengë, më duket nuk e di ku ishim, qa auditori ishte, se mbaj mend, po nuk janë të korridoreve, tha, se mu thash, mendova se mos ishin të korridoreve që hynin dhe dilnin, e ke parasysh? Jo, kanë qenë këtu brenda, tha, kur i pash dhe brenda pasaj ishin të fokusuar dhe kishin bërë dhe donacione për ishin Amerikanë. Po edhe sikur të mos ishin brenda, po e morën vesh këtu ishte një grup që këndonte ç'është kjo? Kjo është këngë lab. Harvardi është universiteti më i madh nga më të mëdhenj. Po është në Ivy League, janë një shat në ëndërre botës, jo ëndërre. Atje në Harvard, ma merr mendja se nuk do ketë vend të botës, nuk do ketë vend të botës që atje të mos ketë student. Mos ketë. Ja pra se si u njoh kënga lab. Kishte edhe gocat tona e çuna tan që ishin në Harvard, që venin ishin edhe pjesëmarrës në. Po, ja pra që u njoh kënga lab edhe në Japoni, u njoh kënga lab edhe në Kinë, u njoh në çdo vend. Ja sa e rëndësishme është kjo shoqata që u krijua. Ja sa punë të madhe kanë bërë, dua të falenderoj Julian Balilin edhe Subi Çakon, dua t'i falenderoj jashtë masë. Subi unë kisha qef, se zure me kisha qef ta kisha dhe Subi unë base një herë tjetër t'ju bëj të dyve bashkë. T'i falenderoj jashtë masë për nismën që bën që krijuan atë grupin lab. Jashtë masë është shumë patriot, shumë njerëz të dashur për Labrinë dhe nuk duhet t'i vlerësoj vetëm unë, po duhet t'i vlerësoj gjithë Labria kudo ku janë, jo vetëm në Amerikë, po kudo ku ka lebër. Kudo që kanë. Të lutem para se ta mbyllim. Do na recitosh, ti e di ke zgjedhur nga libri ke zgjedhur. Unë kisha në mend vetë dije se ti kishe postuar në Facebook se i ndjek ato poezit kur i shkruan. I ndjek, na njëherë i lexoj deri në fund, na njëherë si lexoj varet
edhe me tërheqja, se jo, i shikoj qa më tërheq, lexova atë të sot me Shqiponja, i thash do i them zoti Dilavert, do atë lexojnë diçka, po ndërkohë ti kur po vini për këtu në studio, e kishe librin me vete. E kishe librin me vete dhe i kishe zgjedh një poezi. Unë këtu në këtë libër e nis me këtë poezi e nis, sepse unë e dua dhe vlerësoj shumë Labrinë. E më shumë, me thënë të drejtën, Kurveleshin, sepse jam kurveleshas. Po, pa e përjashtuar Labrinë, sepse ku pola e Labris është Kurveleshi. Në qoftë se marrim një person, për shembull, njëri nga këmbët edhe deri te koka. Nuk flas për mençurinë, flas nga pozicioni. Fal nga pozicioni gjeografik. Po, koka është Kurveleshi. Sepse është në krye lart. Edhe ajo për atë fliste poezia që Shqiponja që kishte shkruar sot në mëngjes. Aty për atë poezi që shkrova është atje në fshatin tim, është një plaj, një shkëmb i madh i kuq. Nuk mund të futet njeri, nuk futet dot njeri atje. Është shumë e pjerrët edhe shkëmb plak kështu. Aty ka folë Shqiponjash. Dhe nga që aty ka folë Shqiponjas, edhe Shqiponjat kanë zgjedhur atë vendin e lartë, vendin e pastër, po edhe vendin e trimave, po edhe nuk kanë ardhur kot ato atje. S'kan ardhur, tamam. Këtë librin tinguj që trokasin le, kam disa vite, kam 2-3 vjet që e kam botuar. Po, folëm dhe e nis nga që do kishim shumë dëshirë, ndaje me ne. Po një poem, po unë Po unë nga që kjo është shumë e gjatë, unë kam zgjedhur disa strofa, po, shumë bukur, normal. Është poem, është rreth 30 faqe. Kështu që do t'i provoj këto syza, po. Shikoj si ndihesh më rahat edhe do ishte një kënaqësi shumë e madhe. Ikona labe. Kur ecën rrugës përpjet, lart e lart në ato male, sikur shkasin këmbët vet, edhe lodhjen se ndjen fare. Pra edhe pse ikën në të përpjet, shkasin këmbët të heq Labria. Të heq Labria. Vendi që më lindi mua është vendi i trimërisë. Aty lindi dhe Shqiponja. Edhe pim nga njësisë. Shumë e goditur, shumë e bukur kjo frazë e fundit. Atje lart në ato male, ku Shqiponjat bëjnë fole, po të bashkjetosh me trima, në flamur mbetesh përjet. Kurveleshi që më lindi, është dhe burimi këngës. Bilbila dalin për dit, edhe i këndojnë nanës. Bilbilat e Labris s'kan munguar asnjëherë, ata kanë mbushur malet, ata i gjanë der më der. Mbushur radhonjë me dëllanja, me thëllëza hieranda, kur fillon kënga e tyre, rri dëgjon se ta ka anda. Shumë vardje. Labri kam pse të mburë. Burra kombi linde shumë. Brez pas brezi ata shtohen, se burimet bëhen lumë. Kurveleshi në ato male të seta, vendi është shumë i ëmbël, sa kullot delja edhe bleta. Vendi është Trëndelin e Manushaqe, Kurveleshi Ermir, të puthja në faqe. Kurvelesh që të kam pik, me ty nuk qmalen kur, që kur kam mikur nga ti, nuk më duket vetja burr. Shumë prekse, gjitha vardje. Labria është e bukur, si një zonjë që e lakmojnë, po kur e afrohen afër, vetëm duan ta shikojnë, nuk guxojnë. Kjo është Labria, rrethuar me det e lumë, me bistricën e kulluar, edhe vjosën dhale shkumë. Gjak ka derdhur shqiptari. Piluri e thot në këngë,
po s'janë pika mër lefter, po janë lumenj të tërë. I kam idhuj ata burra që shkruajnë për trimërin, i kam idhuj ata burra që këndojnë për labërin. Ata burra hjerën dhe kur kishin hall e ngërqe, rastësia bënte tre, thoshin, hajtja marrëm vënd. Vënd. Të beja ashtu emocion syzet janë qik. Ja. Çka thënë e se ka bërë kur veleshje labria, ditën push e natën këngë, gjersa fitohej liria. Këngët që kushtrim kërkojnë, janë këngë ideali, me ato zgjohen të gjithë, dhe të vdekurit nga varri. Hidhet labrishtja valle, fshat më fshat dhe der më der, por si vallja e Vranishit, bin rallat a levend. Kush të hodhi ty moj valle, lidhur si shkëmbenj në male, të hodhen ata petrita që në këngë s'njinin hale. A lush milori me të tjerë, në gjunjë i bini nënës, neve që jemi mbas tyre, do t'i bëjmë heronjë të këngës. O moj vallja burrërore, ty të hodhen vetëm trima, supet si varmale lidhur, si ndandot as vetëtima. Labëri të mbushet shpirti, kur më pyesin nga jeni, labu thon me krenari, kur veleshas nga goleni. Rof, si goja dhe zemra. Nga unë. Faleminderit, më lër dhe një kështu një Po, pa tjetër një dedikim. Një dedikim. Një dedikim, do ta bëj. Të lumë goja, si goja dhe zemra dhe shumë prekse. Para se sa të bëj dedikim. S'ka gjë se bëj me shkruajmë dhe mbra. Mundësinë që më krijove për Si mos. këtë intervistë, po dua ta mbyll me një thirrje të gjithë lebrëve, kudo Këtë do të thoshja. Në Amerikë, t'i bashkohen kësaj shoqate, ta ndihmojnë këtë shoqat, të forcohet kjo shoqat. Të forcohet sa më shumë. Të eci shoqata, të eci këngalabe. Ta ndihmojmë me të gjitha forcat, si shoqatën, edhe Rudinën, edhe Julianin. Rudinën duhet ta falenderojmë në veçanti, sepse është një zonjë që sakrifikon shumë për shoqatën Labria, sepse ajo përveç punës ka edhe prekupimin familjar, ka prekupimet tjera, sepse është grua, po ka hedhur edhe një barë shumë të madhe. Prandaj Rudina duhet vlerësuar. 5 star, 5 me 5 syje. Duhet vlerësuar dhe ndihmuar. Po. Jashtë. Rof, ishte shumë kënaqësi që të kishim këtu zotit i Laver, edhe na kënaqë edhe më preke jashtë mase me poezinë, me vargjet që lexuam, dhe jam shumë i sigurt që të gjithë teleshikuesi që do na ndjeki episodin e podcastit, do ta vlerësojnë jashtë mase dhe do ta shijojnë pa mas të gjithë ato frazat e poezisë që ju ta mbyllim me një diçka vënçe. Da mbyllim. Gëzuar. Përshëndet për familjen tënde, për prindërit e tu, për nënën, për babain. Faleminderit edhe unë. Për dy fëmijët, për zonjën tënde, qofshi për juve dhe për familjen tuaj. Ja, ky është një urim laç. Ja. Faleminderit, kënaqësi ata kthej dhe unë. Kënaqësi, mirupafshim të gjithëve dhe do takohemi në episodin tjetër. Edhe siç ju thash, një falënderim i veçantë shkon për shoqatën Labria, për Rudinën, për Julianin dhe të gjithë çunat e grupit, mos i përmend prapë me emër, po do i përmend se ka merak mos u ngelet qefi, Juliani, Xhezairi, Nevioli, Dritani, Geni, e di që kam harruar në një, po gjithashtu Subiun, ndoshta në të ardhmen do kemi edhe Subiun këtu, dhe përveç kësaj tash duhet i them, ky ishte episodi 15, edhe si do ju lëm, ju përshëndesim të gjithë nga zemra dhe të keni një të diel sa më të këndshme në familjet tuaja.